Të gjithë njerëz që kanë humbur shpresën, nëse Partia Demokratike mendon, të lutem, nëse ti Partia Demokratike mendon se do të marri vot nga ata njerëz që kanë braktisë Shqipërinë, pikërisht sepse Partia Demokratike i detyroi me mos dhënien e shpresë nga ana e saj, që të rinë në këtë vend. Më vjen keq, po okej, suksese, po i them, po unë e shoh komplet ndryshe. Një opozitar dhe një djalë i ri bën opozitën e opozitës. Nuk mund të jetë kjo gjua konstruktive e komunikimit. Shiko, nëse opozita do kishte qenë opozitë normale, unë do kisha lindur fare si zë më vete. Do kisha qenë brenda opozitës. Po fakti që ju jeni anormal, prandaj unë jam jashtë. Një subjekt që aderon dhe që është një subjekt opozitar sot. Jo, po fakti pse e ke pyetur ndonjëherë vetëm pse nuk janë te PD-ja? E ke pyetur ndonjë vetë pse gjitha personazhet nuk janë pjesë e opozitës? Sepse jeni kështu siç jeni pra. Sepse Sali Berisha është ky që është. Kaq. Nuk po ndërton një skuadër për të fituar e nuk po futet në fush për të fituar sepse hodhi. Pikërisht ajo që kanë pasur frikë kur vendosa mos futen te Partia Demokratike. Primari tani, në rast parë nuk e di nëse i ka hedhur primarit poshtë apo jo, ajo që ka thënë me zë dhe figurë Sali Berisha është ata që kanë më shumë vota do të jenë deputet në Kuvendin e Shqipërisë, që do të thotë vota të qytetarëve shqiptar.